Ja si të shpëtoni njëre për gjithmonë nga hemoroidet me këto receta të thjeshta. Hemoroidet prekin 50% të popullatës pas moshës 50 vjeçare. Mund të jenë të brendshme ose të jashtme, dhe ndonse rrallë prania e tyre mund të jetë e dëmshme serioze për shëndetin, ato shkaktojnë shqetësime për çdo që është i prekur prej tyre. Por çfarë janë hemoroidet? Hemoroidet janë jashtëk të indeve që normalisht ndodhen në arterien e brendshme të rektumit. Puna e tyre është të rregullojnë terminencën, entjen dhe deflamimin sipas nevojës. Kështu që termi është të përdorur në mënyrë të pahishme për të përcaktuar problemet që ndodhin kur venat hemoroidale fryen dhe shtrihen tej mase, duke i rritur edhe varietetet. Kjo është një patologji më e shpeshtë në kanalin rektal. Rezulton se çdo lloj njeriu mund të preket një herë në jetë nga ky shqetësim. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Në këtë video, sipas Step to Health, do të rendisim disa receta të lira për hemoroidet që sapo kanë filluar të ndodhin dhe si t'i lehtësoni ato në kushte shtëpie. Gjithmonë bëhet fjala për jo rastet kur ato janë të rënda që duhet i drejtoheni me patjetër mjekut specialist. Në përdorim mund t'ju vijë edhe akulli. Trajtimi i parë në shtëpi që është shumë i rekomanduar është akulli. Akulli ndihmon në ngushtimin e enëve të gjakut, në uljen e entjen dhe në lehtësimin e menjëhershëm të problemit. Aplikoni një akull ose një pjesë të shkrirë pjesërisht të akullit në të mbështjellë në një leckë, direkt në zonën e prekur e mbani për rreth 10 minuta. Bëheni këtë disa herë në ditë derisa hemoroidet të largohen. Ju mund të përdorni edhe një qese të vogël të perimeve të ngrira si bizelet ose misri. Mbulojeni qesen me peshqir dhe më pas e aplikoni te hemoroidet. Bëheni këtë për të paktën 20 minuta 3 herë në ditë. Edhe aloe vera mund të jetë një ndihmë shumë e mirë në rastin tuaj. Aloe vera është një nga përbërësit më të mirë natyral për trajtimin e hemoroideve. Vetit antiinflamatore dhe terapeutike të aloe verës ndihmojnë në lehtësimin e acarimit të hemoroideve. Aloe vera mund të përdoret për të dyja, hemoroidet e brendshme dhe të jashtme. Për trajtimin e hemoroideve të jashtme, përdorni një xhel aloe vera në rektum dhe ngadalë masazhoni zonën. Ky përdorim i thjesht do t'jap lehtësime nga shqetësimi dhe do të zbusë ndjesinë e djegjes. Për të trajtuar hemoroidet e brendshme, prijeni aloe vera në shirita. Sigurohuni që të jetë prerë pjesa me gjemba dhe të ngelet vetëm xheli. E vendosni atë në një enë dhe e ngrini. Aplikoni shiritin e xhelit të ngrirë të aloe verës në hemoroide dhe kështu do të lehtësoni djegje dhe shqetësimet e gruajtjes. Edhe lëngu i limonit mund të jetë një mënyrë lehtësuese në rastin tuaj. Lëngu i limonit përmban ushqyes të ndryshëm që mund t'ju japin lehtësim për hemoroidet, duke forcuar kapilarët dhe muret e enëve të gjakut. Ngjyeni një top pambuku me lëng limoni të shtrydhur dhe aplikoni direkt te hemoroidet. Fillimisht do të ketë disa ndjesi të buta ose një ndjesi djegje, por lehtësimi i dhimbjes shumë shpejt do të kalojë. Ndryshe, ju mund të shtypni gjysmën e limonit në një gotë me qumësht të nxehtë dhe ta pini. Bëheni këtë çdo 3 ose 4 orë për rezultate më të mira. Trazoni një gjysmë lugë çaji në secilën me lëng limoni, lëng xhenxhefili, lëng nenexhiku mjaltë së bashku. Merreni këtë një herë në ditë. Edhe vaj i bajames mund të jetë një lehtësues i mirë i rastit tuaj. Vaj i bajames i njohur për vetitë e tij absorbuese edhe në lehtësimin e indeve përdoret kryesisht për trajtimin e hemoroideve të jashtme. Zhythni një top pambuku në vaj të pastër bajamesh dhe aplikoni atë në zonën e prekur. Ajo lehtëson inflamacionin dhe lehtëson ndjesinë e djegjes, gruajtjes dhe bëheni këtë të paktën disa herë në ditë. Vaji i ullirit. Vaji i ullirit ka veti antiinflamatore dhe antioksiduese dhe përdoret kryesisht për trajtimin e hemoroideve të jashtme. Kjo do të ndihmojë në rritjen e elasticitetit të enëve të gjakut, të cilat nga ana tjetër do të ndihmojnë në uljen e inflamacionit dhe të kurrjes së mallësisë së enëve, sidomos edhe duke shfryrë problemin tuaj. Konsumoni një lugë çaji vaj ulliri çdo ditë. Kjo do të ndihmojë në reduktimin e inflamacionit dhe yndyrnave që përmirësojnë funksionalitetin e sistemit sekretues. Shtrydhni lëngun nga disa gjethe kumbulla dhe shtoni në vaj ulliri. Aplikoni këtë për zgjerrjen e hemoroideve tuaja. Kjo do t'jap lehtësimet nga entjet derisa të merrni trajtimin e specializuar. Tërshëra. Filloni të hani produktet e tërshërës nëse vuani nga hemoroidet.
Produktet e tërshërës përmbajnë një sasi më të mirë të fibrave që është shumë efektive në lehtësimin e simptomave të hemoroideve. Kjo lëndë ushqyese ndihmon në pastrimin e sistemit gastrointestinal duke parandaluar kapsllëkun dhe duke lejuar që zorrat e trashët të punojnë në mënyrë më efikase. Ushqime të pasur me fiber mund të zbusin zorrën dhe të rrisin pjesën më të madhe të saj, që mund të ndihmojë në uljen e tensionit të gjakut gjatë lëvizjes së zorrëve. Disa nga produktet më të mira të grurit janë elbi, misri, orizi, gjurkaf dhe meli. Gjithashtu mund të përdorni edhe lajthit. Vetit e buta lehtësuese të tyre do të ndihmojnë në lehtësimin e paratisë lidhur me hemoroidet. Kjo mund të jetë një zgjidhje lehtësuese për shkak të elementeve ushqyes. Uthulla e mushtit të mollës. Për shkak të vetive astringente, uthulla e mollës ndihmon në zvogëlimin e enëve të gjakut të fryra dhe jep lehtësim nga intja dhe acarimi i hemoroideve të brendshme dhe të jashtme. Sigurohuni të përdorni uthull të pasterizuar për rezultate më të shpejta. Në rastin e hemoroideve të jashtme, butësisht shtypni një top pambuku në një ngjyrë në uthull molle ndaj zonës së skuqur. Fillimisht do të keni ndjesi djegje, por së shpejti do të merrni lehtësime nga kruajtja dhe acarimet. Bëjeni këtë disa herë në ditë derisa intja të zvogëlohet. Në rastin e hemoroideve të brendshme, shtoni një lugë çaji uthull molle në një gotë me ujë dhe e pini të paktën 2 herë në ditë. Ju mund të shtoni mjaltë për ta shijuar atë akoma dhe më mirë. Mund të përdorni qeset e çajit të zi. Acidi tanik i pranishëm në çaj është një lloj astringenti natyral që do të ndihmojë në reduktimin e intjes dhe dhimbjeve lidhur me hemoroidet. Lagini qesën e çajit të zi në ujë të nxehtë. Hiqeni nga uji dhe lini të ftohet pak. Aplikojeni atë në venat e fryra për rreth 10 minuta. Bëheni këtë për të paktën 2 ose 3 herë në ditë. Ndryshe, mund të aplikoni bustina të ftohta të përdorura për çaj në hemoroidet për 5 deri në 10 minuta. Uji. Kur vuani nga hemoroidet të brendshme ose të jashtme, e rrisni marrjen tuaj të ujit. Mundohuni të pini nga 2 deri në 3 litra ujë në ditë. Marrja e mjaftueshme e ujit ndihmon për të pastruar sistemin e brendshëm dhe të hidratoni trupin tuaj. Uji gjithashtu lehtëson lëvizjen e zorrëve dhe mban zorrët të buta. Kur nuk pini ujë mjaftueshëm dhe lëngje të tjera, procesi i shplarjes të mbetjeve jashtë trupit ngadalësohet dhe për këtë mund të keni probleme me zorrët. Rezultati përfundimtar pas daljes së vështirë, të cilën mund të krijojnë edhe hemoroidet më keq. Nëse keni hemoroide që janë të vazhdueshme, që çojnë në gjakderdhje të rënda ose përsëriten shpesh, duhet të konsultoheni patjetër me mjekun tuaj, në mënyrë që të merrni një trajtim akoma dhe më të specializuar për të evituar gjithashtu edhe komplikacionet në të ardhmen. Ekspertët tregojnë se duhet të shkoni edhe tek mjeku. Rrallë ndodh që për shkak të hemoroideve të humbisni shumë gjak. Në këtë rast mund të rrezikoheni nga anemia ose gjendje të tjera dobësie, pasi qelizat e kuqe të gjakut nuk janë të mjaftueshme. Për shembull, hemoroidet e brendshme mund të mbyten nga muskujt anësor dhe përpasojë derdhjen gjakun. Kjo mund të çojë në formimin e mpiksjeve infeksionale. Në rastin e ekstremave të gangrenave, është e rëndësishme që kur shfaqet gjakderdhje, të shkoni tek mjeku menjëherë, pa marrë parasysh që bëhet fjala vetëm për hemoroide. Gjakderdhja mund të jetë edhe për shkak të problemeve të rënda të zorrës së trashë. Dhimbja shpesh lidhet me hemoroidet e jashtme, por në raste të tjera mund të rezultojë edhe në një problem më të lartë të shëndetit të lëkurës përreth. Në shumicën e rasteve, hemoroidet nuk janë të dëmshme dhe mund të largohen duke ndjekur rutinën e duhur dhe ushqyesit e duhur. Por nëse ato bëhen të bezdisshme dhe shkaktojnë gjithashtu rrjedhje gjaku, acarime të forta saqë ju bëjnë nuk mund të uleni dot, atëherë ka ardhur koha që të konsultoheni me mjekun specialist. Neglizhenca është arsyeja kryesore e këtyre shqetësimeve. Nëse ndjeni shqetësime sa herë që shkoni dhe dilni jashtë, atëherë ka ardhur koha që të konsultoheni me specialistin. Mos e lini veten tuaj pas dore, pasi mund t'ju kushtojë shtrenjtë ky ndryshim. Përpiquni që të merrni trajtimin e specializuar. Nëse gjendja juaj nuk ndryshon edhe pas ndryshimit të dietës dhe problemi sa vjen dhe rritet, rregulloni higjienën tuaj dhe gjithashtu konsultohuni me mjekun specialist. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.